Gramoz Ruçi ka qenë zotni përpara Niko Peleshit në të dyja pozicionet që ka mbajt. Mund t'ju duket çudi kjo, edhe tema që po diskutojmë sot, është për parlamentin, besoj e kanë pa gjithë sot parlamentin. Ishte një turp i madh, një sherr, një shamat e madhe, një kërrishje me njëri tjetrin aty, dhe Niko Peleshi, që bën si shpirt i mirë, që bën si njëri i mirë, si njëri me edukat, gjithë me radhë, në fakt është strumbullari i gjithë gjës aty. Shiheni pak të video, edhe kthehemi prapë të diskutojmë. Ju lutem qetësoni dhe I kuptoni gjërat siç janë. E dyta. Dakor. E dini, faleminderit për foljen që përdore, po e dini ju se sa herë gjatë ditës unë mendoj të njëjtën folje, por nuk e them sepse nuk jam I lejuar ta them as unë as ju. Nuk mund t'i thuash dot tjetrit në sy gënjeshtar ti, se nuk e kriteri së vërtetës. E dyta, kam mundësi të përgjigjem kryetarit grupit se nuk po flas për juve. E kam me kryetarin e grupit I cili mu drejtua mua. Në rregull? Dakor. Po mirë, mund të largoheni, sini detyruar të rini në seancë. Po. Pra siç e pa, në logjikën e tij si kryetar parlamenti është opozita po doj letri, po doj mos ik. Tashu po doj letri, po doj letik nga salla. Nuk janë të detyruar, thotë që të rinë sallë. Një budallik I thënë kjo nga një kryetar parlamenti, të një vendi që e shet veten si demokratik. Në fakt ne nuk jemi demokratik dhe mirë është logjika e tij, po pse po e krahasoj tani me Gramoz Ruçin, do krahasoj atë dhe Taulandin me Gramoz Ruçin, edhe ku qëndron ligësia e Edi Ramës në fakt. Gramoz Ruçi ka qenë kryetari I grupit parlamentar të Partisë Socialiste. Socialist I vjetër, politikisht armik I përbetuar I të djathtës, por pyesni njerëz, pyesni deputet, pyesni këtë doni, edhe djathtës edhe majtas, kur vendoste diçka që do ta bëjmë rregulloren kështu dhe do ta zbatojmë të dyja palët, I qëndronte asaj. Kur ulej me kryetarin e grupit parlamentar të krahut përballë, të PD-s, ose edhe partive tjera, kush ka qenë parti parlamentare gjatë kohrave, Gramozi e mante fjalën edhe kur I shkonte ndëm partisë tij. Si kryetar parlamenti, prap ka qenë shumë më ndryshe se të gjithë tjerët. Po flas gjithë tjerët që janë nga Partia Socialiste, nuk po përfshi pjesën e të tjerëve, pra që kanë qenë nga aleatët, apo kush ka qenë, Ilir Meta një ka qenë, po ka qenë aleat. Pra ka ditë të majt një ekuilibër dhe në konceptin demokratik ka qenë shumë demokrat krahasuar me Lindita Nikollën, me Niko Peleshin, me Elisa Spiropalin. Pra ka qenë vërtet demokrat. Çfarë do të thotë ti je demokrat? Ti je demokrat do të thotë që ta durosh opozitën, të flas pak edhe më tepër se sa duhet, të thotë edhe në një fjalë më tepër se sa duhet, se ti je në pushtet, ajo është në opozitë, dhe ti lësh pak hapësirë, ti je tolerant. Shifeni parlamentin si funksionon pas Gramoz Ruçit kryetar parlamenti, shifeni si funksionon. Funksionon si një organizat celul e sektit të rilindjes. Ligësia e Edi Ramës që është qëndron pikërisht këtu. Vuri kryetar parlamenti, Lindita Nikollën, Elisa Spiropalin, sot Niko Peleshin, të gjithë njerëz që për t'i shit në propagandë, duken mund t'i bësh edhe engjëj në propagandë, si nga fytyra, si nga makjazhi, si nga e folura, e komunikimi gjitha me radhë, pra mund t'i shndrosh në engjëll, po që se je I fort në propagandë, cilësi cilën Edi Rama e ka, por në fakt janë inkuzitor, janë vegla, janë zara që I përdor si dushti për të poshtruar opozitën, për t'i mbyll drejtën e fjalës, për ta përjashtuar nga parlamenti, pra gjitha maskaralliqet I kanë bërë këta tre. Gramozi nuk I bënte. Pra sa do
them unë herë pas herë në për video që Gramozi ja shiti partinë Ramës, se kujtun ja dha Ramës e gjitha me radhë, nuk i heq as i presja atyre, gjitha gjërave, por ka qenë është demokrat shumë më shumë se këta. Fati i keq i Gramozit që fytyra ati nuk, edhe me i propagandë të fuqishme nuk bëhet dot engjëllore, por nuk i ka interesu edhe Edi Ramës që ta bëjnë ashtu, që ta bëjnë engjëllore. Dhe e mbani mend me Lindita Nikollën e këtej, parlamenti ka fillu me marrë një fytyrë të shëmtuar, nuk shifet, nuk ngjohet më, unë e kam ngju sot, sa u bëja 6 orë, her pas herë me shkuputje kuptohet, po e dëgjova për të pa, domethënë se si po pse nisi debati, jo po 2 prilli, jo po kjo po ja. Tauland Balla është një personazh që është rrit nën hijen e Gramoz Ruçit, por nuk ka mësu asgjë nga Gramoz Ruçi. Si për nga burrnia, si për nga toleranca, si për nga drejtimi i grupit parlamentar, e tjera. Pra nuk mëson më Taulanti nga Gramozi. Taulanti ka mësu nga Gramozi si t'i bëjnë një puç Edi Ramës kur t'i vinë radha, ku di unë çka ka mësuaj. Por nocione të qenit një kryetar grupi i forcës më të madhe politike në vend, demokrat, në shpirt, në sjellje dhe në veprim, tolerant, nuk e ka mësu Taulanti, nuk e mëson dot kurrë. S'është prerje tjetër, nuk ti si ta mësojnë edhe po dojtë ketë dëshirë, nuk e mëson dot. Elisa Spiropali, po sigurisht, nuk e mëson të dot, që aty për tangërlik, që aty për ato gjërat që kemi pa në shpenzime kolosale të parlamentit, se kur je kryetar parlamentit nuk ke shumë mundësira me vjedhë dhe i bime top atyre pak gjërave që ke aty. Sigurisht, më skandalozja më e pështira ka qenë Lindita Nikolla, si kryetar e parlamentit, por jo më pak është edhe Niko Peleshi. Përfiton nga dukja si i but, si shpirt njeriu, si që pa te video që thot unë, nuk ma nxe goja ta them atë fjalë. Pasi tha këtë, nuk ma nxe goja ta them atë fjalë, që ju kthy ky Strazimiri që i tha je gënjeshtar, me i herë tha po deshe rri parlament, po deshe ika vëlla tha. Nuk e i detyruar të rish këtu. Pas kësaj hodhin në votim në shkelit kushtetutës, në shkelit rregullores parlamentit, hodhin në votim projekt ligjet që kishte nisë në mënyrë të njëanshme. Nuk lejuan diskutimin, nuk lejuan debatet, nuk lejuan ta marrë vesh publiku se çfarë po miratohet. Mes tyre dhe ai projekti i Duranës, miliona euro që s'ekziston, pra një fantazëm, një parlament që vihet në shërbim të një njeriu të sëmur që është Edi Rama dhe që zgjedh personazhet më të duhura në ligësi për t'i përdorë. Dhe këta janë, po i përsëris edhe një herë, Lindita Nikolla si kryetar parlamenti, Elisa Spiropali, Niko Peleshi dhe Tauland Balla ke grupi parlamentar i PS-s. Nuk e bënte kur nuk e bënte Gramoz Ruçi këtë, kur nuk e poshtronte Gramoz Ruçi opozitën. Kështu sigurisht sillej ashpër, kishte kundërshti, kishte raste që si lejonte, kujtun më the thash, por ka pasurit gjithmonë një del të një personi që këta kanë drejt, thonë ca gjëra më shumë se ne kemi detyrë të durojmë më shumë se këta. Mendojeni 14 vjet në parlament, në vend që me 83 deputet në parlament që çat doj miraton Edi Rama me ata. Në vend që ta bëjnë edhe për fasad, ore qoftë për fasad, ka gjithë parlamenti, ka 83 vota. I bën 94 rrezik kur doj. Me ju tek nesër thotë që Shqipërinë po e shpall një lagje të Serbisë Aleksandar Vučićit, e bën se i ka votat, i ka fuqi. Nuk pranon që të bëjnë fasadën. Pra të bëjnë fasadën në parlament, t'i lajnë këta të flasin qatë dun, thonë qatë dun, edhe në fund fare, të marrojnë diskutimet, mërë keq mirë, le të thonë qatë dunë, se atë ka deputeti fjallën. Deputeti opozitës sidomos. Le t'ja turë dhe Taulandin ti ka fshojnë, ashtu si që vën Taulandi e kujtun Bora Mushaqi, që janë këta tjere, dhe janë braçe, po në fund fare t'i lajnë të flasë.
të flasin. Le t'i lejnë të flasin, edhe në fund ngajnë kartonat të miratojnë çfarë dojnë. Ta shes Shqipërinë, ta shkatrojnë të gjitha si që ka bë. Po nuk pranon më as kështu. Ky është Edi Rama që nuk njeh koncept parlamenti. Më ka thënë një miku im shumë i afërt që e njeh shumë mirë Edi Ramën. Ai thot nuk ka koncept parlamenti. Ai prandaj një herë shkon, një herë s'shkon në parlament. Kur shkon nuk duron dot. Psikoza e tij nuk duron dot që të flas dikush ta kundërshtojnë ose ta kritikojnë. Pra nuk e njeh parlamenti si institucion ai. Ai parlamenti i tij quhet funksional nëse shërben si Këshilli Bashkiak i Tiranës dikur. Jep të urdhra ky, ata votojnë, edhe mirupafshim nuk diskutonte dot kush, nuk fliste dot kush. Kalojnë projekte miliona euro, vi dhe i bëhej nami përmes Këshillit Bashkiak, kështu e do ky parlamentin. Kur nuk u mësu ky në mandatin e 4 mandate, ky ka hyrë në 2009 kur ka hyrë në parlament vet ky, 2011 kur hyri mos i dorëzoi bashkinë që e mori Luli, po nuk mësohet, pra ai nuk mësohet dot me parlamentin. Ai kështu ka për ta bërë për herë. Ati i ka rëshkit se si duket ka pas një marrëveshje politike me Gramozin, që me u boj herë Gramozi kryetar parlamenti për çështje ego edhe të kaluar ose shërbime që i ka bëj Edi Ramës, edhe e la. Mas asaj s'kalon më Edi Rama. Ka Partia Socialiste njerëz që mund të bëjnë kryetarin e parlamentit me këto cilësi që po them. Të durojnë më shumë opozitën, t'i jap drejt fjale më shumë, edhe leta te kalojnë të drejtën e fjales opozitës, se nuk e gjen gjë një majorancë të tillë, edhe në fund fare fasadën e ka kry, ligjet i ka miratu për bukurit Zotit. Ka PS-ja kështu njerëzish. Po PS-ja ka kryetarin të smur, të çmendur, e ka psikopat, e ka njëri që nuk njeh nocione demokratike, nuk njeh nocione të fjalës, të dëgjimit fjalës kundërshtarit, të argumentit fjalës kundërshtarit, t'i njoh drejta minimale që ja njeh kushtetuta dhe rregulloria e parlamentit kundërshtarit, pra nuk i ka këto ai. Prandaj kur flitet që ai është autokrat, njerëzit që thonë ai është autokrat, duhet me e kuptu në tërsinë e vet. Nuk është autokrat kur del me studio televizive, i jep leje moderatorit që të zihen, të shkëmbejnë shamat me njëri tjetrin. Pa ai nuk është demokrat që kurse nuk pranonte konferenca me gazetarët, bën ndonjëherë sa përsye faqe dhe për të shmang studio televizive, për të shmang llogaridhënien edhe aq që ja jepin me leje gjithë moderatorët në Shqipëri, i kërkojnë leje këtij kur diskutojnë me ato, që të them sa të ndërhyj, si të ndërhyj, kujton gjitha me radhë. Ai prap shkoi e bëri podcast vet, se do të jetë vet, ai nuk do që t'i flas kush, ta kundërshton. Pra në këto lloj situatash duhet njoh ky njeri për ta kuptuar që nuk ka lidhje me demokracinë. Tani u kujtu Elisa Spiropali që tha po të flasësh këtu, të zhdukin. Po kur ishte kryetar e parlamenti, bënte çaj shkruante ai me mesazhe në telefon. Nuk e bote dot Gramozi, sa do që i thoshte ky e kthehej kështu, keni mani me ato sekuencat, hyni në YouTube se i gjeni. Nuk e bonte, nuk pranonte ai, se ka qenë tjetër stof, ka qenë tjetër karakter. Ja që flas mirun edhe për socialistët dhe komunistët dhe kujtën gjithë më radhë. Sot është 2 prilli, akuzohet Gramozi për ngjarjen e 2 prillit, megjithatë ka pas një proces. Ka shku Gramozi, është paraqit para një procesi, keq mirë, është gjyku mirë, është gjyku keq, nuk di ta them këtë, po ata janë vra nga Partia Socialiste, ata njerëzit atje. Me urdhër drejt për drejt Gramozit, apo të nej vartë si Gramozit, apo ku di unë nuk e di këtë, po di që ata janë vra dhe për pak sot, po të mos kishte dalë ky Srazimiri ti tregonte një foto atyre që i ndori një foto që kishte pas votuar një herë atëherë 91-shin, kishte marrë minutë heshtje për ata dhe PS-ja si ishte ngrit fare nga vendi, PD-ja ishte ngrit për të marrë minutën e heshtjes. Sot fuqia propagandistike e këtyre do e kishte nxjerrë sikur PD-ja nuk do të ngrihet marrë minutë heshtje.
pas asaj që provokoi Taulant Balla. I provokoi Taulanti dhe për pak thash po mos kishte dalë ajo si reagim që doli dhe me foto ajo që nxori ky Strazimiri, për pak e ndikoi opinionin publik sikur PD-ja nuk do. Pra ky është Edi Rama, këta kështu matet ajo likësia e atij tek njerëzit që i përzjedh. Shihni deputetët që i ka përzjedh, shihni deputetët që ka heq nga listat ky. Pra ky do vetëm njerëz mediokër, shërbëtor të smur dhe njerëz të kapur. Edhe ai Niko që ju duket juve ai Niko si shpirti i mirë, si njeri me edukat, është i kapur Niko. Kushdo që e njeh Niko thotë ka bë miliona euro Niko me këtë pushtet. Se sa e se qysh nuk e di, po kështu thon, nuk thot, do të socialist po flasë, thon socialist ka bë para Niko, nuk është Niko i varfër. Nuk ka jetu Niko vetëm me rrogë. Po ashtu shërbëtore e bindur e smur Lindita Nikolla, që për më tepër kur iku nga kryetari i parlamentit, ju e mani men shumë mirë që tha do të tërhiqej nga politika se jam smur, e kujtun drejt me të birin. E shitën në propagandë sikur ajo ishte e smurme, po ikte sot Lindita Nikolla është deputete e Partisë Socialiste. Siç e bëri edhe me këtë tjetrin të Big Marketit, si e ka ky deputeti që doli dha dorëheqje, do iki tërhiqej nga politika, doli dhe Rama e lavdroje, kujtun, ai sot është deputet prapë. Pra këti me antipropagandë duhet me ja çmontu dhe me ja tregu njerëzve se kush është. Le të thonë çfarë të duan tani këta që pse lavdrova Gramozruçinu, po në gjykimin tim, në këtë analizën time, kam thënë të vërtetën. Shifeni, nëse kam thënë të vërtetën apo jo, pastaj është punë për ju. Se ka dhe njerëz tani kështu militantë të djathtë e këto që i irritohen e kujtun të janë, se është si figurë zez Gramozi, si gogol, kurse këta duken si shpirt mirë, janë më të poshtër këta. Janë më të poshtër fytyra si Lindita Nikolla, thash, Elisa Spiropali, Taulant Balla, Niko Peleshi, janë më të poshtër se sa një fytyrë e errët e ngrysur që nuk dihet se si qesh, se ka pa njëri duke qesh, si Gramozi. Ka qenë më demokrat, ka qenë më tolerant. Mirupafshim.